Pendimi është një thirrje e shpirtit drejt mëshirës së Allahut, një udhëtim i kthimit tek Ai pas gabimeve që na rëndojnë zemrën. Është një mundësi për t'u pastruar, për të gjetur qetësi dhe për të rifilluar me zemër të pastër. Teube, ose ndryshe thënë pendesa, është një nga konceptet më të rëndësishme për jetën e besimtarit, për jetën e tij fetare. Dhe Kurani famlar ka shprehur në shumë ajete këtë veçori të besimtarit. Gjithashtu kemi edhe një sure e cila përbëhet nga 129 ajete, pra goxha e gjatë, që titullohet Teube. Pendesa është proces pastrimi shpirtëror që bën besimtari pasi bjen në mëkat. Pra pasi një besimtar bën një gabim, bën diçka që nuk duhet ta vepronte, ai ndjen pendes në zemrën e tij dhe kthehet për tek Zoti i gjithësisë duke kërkuar falje. Pendimin varet se si e shikon. Në një moment mund ta shohësh si një shkarkim nga rëndesat për shkak të mëkateve. Në një moment mund ta shohësh shpresë, pra një moment që Zoti të hap derën e shpresës dhe derën e dritës mes atij tunelit të errët të mëkateve dhe gjunave që ti ke bërë. Pendesa ka kushte të cilat janë afër mendjes shumë të logjikshme. Një në radhë parë, personi duhet që të heqë dorë nga mëkati që ka kryer. Në radhë të dytë, ai këtë duhet që ta ketë kryer me sinqeritet të thellë dhe të shprehë keqardhje të jashtëzakonshme për atë që ka kryer, si dhe kushti i tretë është që ai tashmë të ketë heqë dorë dhe të ketë vendosur të mos e kryejë më kurrë në jetën e tij këtë mëkat. Duhet të jetë në kohën e duhur, pra me kuptimin mos bëhet pendimi mbasi njeriu është në momentet e fundit të jetës ose nëse është duke perënduar dielli nga lindja, siç do të jetë ajo koha e fundit. Kjo është për sa i përket gjunaheve që kanë të bëjnë ndërmjet robit edhe Zotit. Ndërsa nëse është një mëkat i cili ka të bëjë ndërmjet dy individëve, për shembull i ka ngrënë hakun dikujt, për shembull e ka dëmtuar dikën tjetër, i ka dëmtuar pasurinë ose ka shpifur për të, atëherë kushti i fundit i pendesës është që ai duhet shkojë dhe ta kompensojë atë njeri që ka dëmtuar dhe t'ia kërkojë halallin. Pendimi është një portë që e bën njeriu më të mirë se sa ç'ishte përpara se të vinte ky moment. Gabimet e gjithë secilit prej nesh, patjetër që mund të kenë të bëjnë edhe me relatat mes njerëzve, por gjithmonë ajo që është e paevitueshme është relata e tij me Allahun fuqiplot. Një mëkat i kryer mund të jetë një gabim apo një shkelje të drejtës së Allahut fuqiplot, që do të thotë të shkelësh një prej gjërave të cilat ai ka ndaluar dhe ti ta kryesh atë, ose të lësh pa kryer një prej atyre që ai ka urdhëruar që të kryesh. Patjetër që kryerja e njëra prej këtyre të dyjave do të thotë që të prishësh deri diku relatat me Allahun fuqiplot. Zoti e thot në Kur'an që kur njeriu pendohet dhe pastaj e bën një vepër të mirë, i madhi Zot gabimin që ti ke bërë, të keqin që ti ke bërë e kthen në sevap dhe shpërblim. Pra është një moment që nuk e largon njeriu nga Zoti. Pra, si themi ne për shembull, frika ndaj Zotit, nuk është frika ndaj Zotit në Islam që ti të ikësh, marrësh arratin, përkundrazi, kur ti i friksohesh Zotit, kur ti pendohesh Zotit, kthehesh tek Zoti. Pra, domethënë është e kundërta asaj që funksionon në botën njerëzore. Kur kemi bërë një gabim ndaj dikujt, ne mundohemi mos ta shohim fytyrën, mundohemi të ikim mos na shohi. Ndërsa me Zotin jo, përkundrazi aty përgjërohemi. Ne nuk duhet mbartim dertin se na ka pranuar Zoti pendimin apo jo. Jo, ne duhet mbartim dertin e bërjes pendimit. Në momentin që ne pendohemi jemi mirë, jemi okay. Allahu xhalal ka disa të drejta mbi ne. Për shembull, namazi është një drejtë e Zotit. Agjërimi është një drejtë e Zotit. Dhënia e zakatit është një drejtë e Zotit dhe një drejtë e njerëzve. Kryerja e haxhit është një drejtë e Zotit. Nëse ne i braktisim këto vepra, të cilat janë detyrim për çdo musliman dhe për çdo besimtar, atëherë kemi bërë një gabim, kemi bërë një mëkat dhe duhet ta kompensojmë të qoftë me pendesë. Ndërsa lloji i dytë i gabimeve janë ato gabime të cilat kanë të bëjnë në relatat ndërmjet njerëzve. Për shembull, nëse ke dëmtuar pasurinë dikujt, nëse ke folur keq për dikën, nëse ke shpifur për dikën, nëse ke përgojuar dikën, këto janë mëkate të cilat duhet edhe t'i pendohemi Zotit të gjithësisë, duhet të shkojmë t'i kërkojmë falje personit të cilët e kemi lënduar. Ka dhe mëkate të tjera të cilat kanë të bëjnë me familjen. Shkëputja lidhjeve farafisnore, mos respektimi i prindërve, mos përkushtimi ndaj bashortës dhe ndaj fëmijëve, të gjitha këto janë detyra që ne duhet të kemi parasysh dhe braktisja e tyre, mos kryerja e tyre na çon në mëkat. Ndonse shpesh nuk i vërejmë,
çdo ditë biem në gabime. Ato na bëhen pjesë e përditshmërisë, një rutinë vetëdijshme që rëndon shpirtin. Një nga mëkatet më të zakonshme sot është thashethemi, i cili mund të duket i parëndësishëm, por në të vërtetë është një plagë që lëndon zemrat dhe shkatërron marrëdhëniet mes njerëzve. Gjithë ne kemi shumë probleme më të mëdha mendojnë në problemet e gjuhës. Domethënë, okay, mund të jetë shikimi, mund të jetë shumë gjëra, po unë mendoj që problemi jo vetëm i joni, po në përgjithësi, siç është edhe hadithi i Muadh ibn Xhebelit që thotë nuk i zhyt njerëzit thellë në zjarr vetëm se problemet e gjuhës, sharja, ofendimi, marrja në përgojë, thashethemet, folja keq, tallja me fen, tallja me Zotin, tallja me normat, me gjërat e shenjta që kanë njerëzit, ofendimin e prindërve të tyre, kështu me radhë. Gjitha këto, domethënë, problemi më i madh mendoj që ne kemi sot për momentin, dhe sfida jonë më e madhe është sfida e rregullimit të edukatës dhe të moralit. Ndonjëherë ka mëkate të cilat në një mënyrë jo të fshehtë, por pa qëndruar shumë, pa e menduar shumë se çfarë unë po bëj, në fakt kanë hyrë tashmë në jetën apo përditshmërinë e besimtarit. Në lidhje me këto, sidomos në lidhje me për shembull çështjen e thashethemeve. Kurani famullar e thekson në mënyrë shumë të fortë që të qëndrohet larg në një mëkati të tillë. Në fakt njerëzit duke thënë edhe duke justifikuar edhe veten e tyre që unë nuk jam duke bërë asgjë, në fakt unë jam duke thënë një realitet, diçka e cila ekziston, në fakt ai është duke bërë një gibet, një thashethem. Dhe thashethemi është një nga mëkatet më të mëdha në fen islame. Ne e dimë edhe fuqinë shkatërruese në shoqëri, i cili prish relatat mes njerëzve, shkatërron që të gjithë shoqërinë dhe minos themelet mbi të cilat ndërtohet një shoqëri e shëndetshme. Por si kjo janë dhe gjëra të tjera, të cilat mund të shihen si të vogla, për shembull është gënjeshtra, ndërto njerëzit për gjëra shumë të vogla mund gënjejnë, por kjo mund të kthehet në një vesë në jetën e tij. Dhe ai gjërat të cilat janë shumë të rëndësishme për njerëz të tjerë, ai duke gënjur, në fakt për të është diçka shumë e thjeshtë, ka thyer zemrën e dikujt, ka prishur gjëra të cilat mund të mos rikuperohen më. Të gjitha këto janë gjëra të cilat besimtari duhet të ulet dhe të reflektojë. Për këtë gjë, edukimi dhe mësimi se cilat janë mëkatet e mëdha duhet që të jetë patjetër në jetën e besimtarit. Ai ti lexoj, ti shfletoj. Hoxhallarët shpeshherë flasin për to, duke tërhequr vëmendjen dhe këtu pastaj patjetër që akti kryesor është vetë llogaria. Personi të ulet të mendojë për veten e tij. Çfarë unë bëj? A kanë zënë vend këto lloj mëkatesh, këto lloj gabimesh në jetën time apo jo? Nëse janë, atëherë të marr masat me pendes edhe pastaj me vepër. Ne flasim për njerëzit rreth rrotull nesh, për gjëra që ata nuk e pëlqejnë që njerëzit e tjerë t'i flasin. Është një histori kur bashortja e profetit, Aisha radhiyallahu anha, foli për një grua dhe tha se shkurtër është ajo. Dhe profeti alayhi salatu selam i tha: "O Aisha, ke thënë një fjalë që po ta hidhje ndet do ta bënte pisatë." Dhe prandaj në ambientet shoqërore, në ambientet familjare, në ambientet e punës, duhet të tregojmë kujdes që të mos përgojmë askënd, të mos e përmendim për keq askënd. Përgojimi sot është thyer në një fenomen shumë të madh, që shumica e njerëzve nuk i tregojnë rëndësinë e duhur dhe në këtë mënyrë nuk e kuptojnë se po dëmtojnë veten duke kryer një mëkat, po dëmtojnë edhe të tjerë duke i përmendur për gjëra që ata i mërzisin. Ka njerëz të cilët mund shkojnë deri në dëshpërim vetëm se kanë bërë disa mëkate dhe nuk dinë që të kryejnë teuben në mënyrë të pastër të sinqertë. Në fakt edhe psikologët në këtë aspekt bëjnë trajnime për njerëzit të cilët kanë vese të caktuara, për shembull njerëzit e alkolizuar. Si do ta bëj teuben ky person? Do ta bëj duke lënë këtë konsumin e alkoolit. Do t'i lutet Allahut fuqiplot që ta falë për atë që ka bërë deri dje, por kjo nuk është aq e thjeshtë. Ama me një këmbgulje të fortë, me një trajnim shumë të mirë dhe me një pengesë të sinqertë, ai pastaj është njeriu më i lumtur në botë pasi ka arritur suksesin e tij. Ai gjen paqe në relatën me Allahun Azza wa Jall, si dhe me përditshmërinë e tij. Normalisht besimtari pasi bie në gabim duhet të pendohet menjëherë. Në këtë mënyrë edhe largohet nga zemrimi i Zotit dhe shpëton nga zemrimi i Zotit, edhe largohet nga atmosfera negative që formon gjunahu. Dhe kjo është shumë e rëndësishme. Për shembull, profeti Muhammed, paqja e Zotit qoftë me të, thotë në një hadith, qofse një besimtar bën një gjunah, edhe nuk pendohet për të, atëherë një pikë e zezë shfaqet në zemrën e tij. E nëse vazhdon të shtojë gjunahet, pra duke mos u penduar,
shtohen pikët e zeza në zemrën e tij, derisa kjo zemër vuloset, pra në një farë mënyrë nuk i bën më përshtypje gjunahu dhe atëherë e ka shumë të vështirë që të largohet nga ajo rrugë. Prandaj është rëndësishme që pasi bjem në gjunah, të dim të drejtohemi, të dim të kërkojmë falje tek Zoti i gjithësisë dhe të dim të përmirësojmë gabimet tona. E drejta e njeriut ndaj njeriut është një barë e rëndë për shpirtin. Askush nuk mund të gjej paqe përpara Allahut pa kërkuar falje nga ai që është lënduar. Ndaj, pendimi nuk është vetëm mes njeriut dhe krijuesit, por është një akt drejtësie ndaj atyre që kemi prekur me fjalët apo veprimet tona. Kur ka të bëjë me njerëzit, Zoti nuk ta fal, por nuk ta fali njeriu. Pra patjetër ne duhet marrim hallallikun e njeriu. T'ja marrim faljen njeriu, po nuk ta fali njeriu është problem shumë i madh. Tha pejgamberi sa në një hadith, cili mendoni se është i falimentuar? Tanë është i falimentuar që s'ka kokrën e lekut në xhep, jo. I falimentuar është që vjen ditë e Kiametit me agjërim, me namaz, me zekat e kujton, këtë e ka sharë, këtë e ka funduar, këti i ka gjujt, këti i ka marrë pasurinë dhe ata do t'i marrin atij sevapet. Nëse këti i mbarojnë sevapet pa shpërblimet që ai ka depozituar gjatë gjithë jetës, atëherë do të marrë gjunahet e tyre. Nëse ai person nuk ja bën halal, të rjetës, sikur të jetë i pastruar nga gjitha mëkatet, ai nuk hyn dot në xhenet, por pret në derën e xhenetit derisa personi i cili ka hyrë në hak, qoftë edhe sa një grimc, t'ja bëj halal atij. Prandaj ky është një ekuilibër shumë i rëndësishëm, shumë i rrezikshëm njëkohësisht, sepse Allahu të fal, por njeriu e ka të drejtën e tij, çdo kush mundet mos e fal tjetër. Gabimi është pjesë e natyrës njerëzore. Çdo njeri, pa përjashtim, bie në gabim. Por mëshirës së Allahut nuk i mbyllen kurrë dyert. Ai që vërtet pendohet dhe kthehet me zemër të sinqertë, do ta gjejë Zotin të mëshirshëm dhe falës. Pengesat të cilat e pengojnë një besimtar që të pendohet mund të jenë të ndryshme. Pikë së parë është vështirësia e largimit nga mëkati. Disa mëkate kanë një kënaqësi sipërfaqësore, sepse këtu qëndron edhe thelbi i sprovës. Dhe prandaj disa persona mund të ndjejnë kënaqësi nga disa mëkate dhe mund ta kenë të vështirë që të shkëputen prej tyre. Një faktor tjetër i rëndësishëm është frika se mos e përsërisin atë mëkat. Për shembull, ka persona të cilat kanë vartësi ndaj një gjunahu dhe e kanë përsëri frikën se do ta përsërisin atë gjunah dhe Zoti i gjithësisë nuk do t'i falë. Por kjo nuk duhet t'i pengojë, sepse Allahu xhelal në Kur'anin famlar dhe profeti Muhammed, paqja e Zotit qoftë me të, në hadithet e tij na tregon që Zoti i gjithësisë e fal besimtarin pavarësisht sa herë ai gabon, mjafton që ai të pendohet. Një faktor tjetër i cili e pengon besimtarin që shkojë tek pendesa është rrethi shoqëror të cilit ai përket. Ka raste kur të rinjt zakonisht, nëse bëjnë një vepër të shëmtuar dhe më pas e praktisin atë, mund të bullizohen nga shoqëria vet, mund të përjashtohen nga shoqëria dhe kjo në vetvete përbën një pengesë e cila e ndalon atë për shkuar tek pendesa. Një faktor tjetër është se është e vështirë për disa persona që disa vese dhe huqe që në vetvete janë të dëmshme t'i praktisin me njëherë. Prandaj nuk duhet të neglizhojnë asnjëherë hapat e vogla të hedhura për të përmirësuar jetën e tyre. Nëse një veprim të ndaluar, siç mund të jetë konsumimi i alkoolit, nuk e braktis atë dot me njëherë, është mirë që të braktis atë hap pas hapi, në ditë të caktuar të mos e konsumoj, në muajin e Ramazanit të mos ta konsumoj, dhe pastaj derisa të vjen atë lloj procesi kur do ta praktis atë plotësisht. Një faktor tjetër që e pengon besimtarin nga pendesa është frika se Zoti i gjithësisë nuk do ta falë. Pra kemi persona që mendojnë që me jetën që unë kam bërë, nuk duhet ta frekuentoj xhamin, nuk kam ftyrë t'i drejtohem Zotit, t'i kërkoj falje dhe mëshirë, kur fakt kjo është një nga kurthet e mashtrimet e shejtanit, sepse profeti Muhammed, paqja e Zotit qoftë mbi të, na tregon qartësi në hadithet e tij, në fjalët e tij, sa do të mëdhaja që t'jenë gjunahet e një besimtari, nëse ai pendohet në mënyrë të sinqertë, Zoti i gjithësisë do ta falë dhe gëzohet për kthimin dhe pendimin e tij. Njeriu në radhë të parë pengon që të pendohet mungesa e vetëdijësimit. Pra, nëse një person di që ka gabuar, ai patjetër që do të pendohet. Por në këtë rast, një person i cili gabon dhe që nuk pendohet, do të thotë që ai nuk e ka kuptuar se çfarë do të thotë ta kryesh atë mëkat, çfarë do të thotë
pesha e tij mëkati, çfarë do të thotë të dalësh në ditën e llogarisë duke marrë një ndëshkim për veprën që ti ke kryer, edhe çdo efekt negativ që ajo mund të ketë në jetën e një besimtari. Këtë aspekt ne themi gjithmonë që këto janë gjëra të cilat njerëzve u duhen shpjeguar, besimtarëve në mënyra të ndryshme u duhen trajtuar. Një pikë e dytë e cila mund të jetë pengesë për të bërë tëube është fakti që a më fal Zoti mua. A falet, a meriton falje një njeri si puna ime, një njeri që ka bërë një gabim kaq të madh. Kjo kur nuk duhet të ndodhet në jetën e besimtarit, sepse Allahu fuqiplot e shpreh në mënyrë të qartë në ajetin kuranor, ku thot ata të cilët e kanë humbur shpresën se do të arrijnë faljen, i kanë hyrë aq shumë në hak vetes tyre, pra kanë bërë aq shumë gabime, apo kanë bërë gabime aq të mëdha, kur mos e humni shpresën nga mëshira e Allahut fuqiplot. Gjithmonë ai në Kuranin famlar dhe në hadithet e Profetit alayhis salam, në hadithet kutsi shprehet që mëshira e tij e ka kaluar zemrimin. Gjithmonë mëshira e tij e ka kapluar zemrimin e Allahut fuqiplot. Prandaj falja do të mbizotërojë gjithmonë ndaj ndëshkimit në rast se ne i kthehemi tek ai me sinqeritet. Prandaj në këtë aspekt dëshpërimi dhe mungesa e shpresës për faljen e Allahut fuqiplot nuk duhet zërë vend në jetën e një besimtari. Është përgjegjësia jonë që t'u përcjellim brezave të rinj të vërtetën mbi mëkatin dhe pasojat e tij, t'i ndihmojmë të kuptojnë se pendesa nuk është vetëm një akt, por një udhëtim i shpirtit drejt paqes. Pikë së pari, të rive duhet të flasim për dëmin që sjell harami dhe gabimet që ata bëjnë. Është një rast kur njëri ka shkuar profetit dhe i ka kërkuar atij që ta lejojë të bëjë moralitet. Njerëzit që gjendeshin rreth profetit, dikush i zemëruar, dikush u përpoq ta largojë, duke i thënë që largohu nga këtu sepse prania e profetit nuk është vend ku mund flitet për gjëra të tilla, e sidomos për harame si immoraliteti. Profeti sallallahu alaihi wasallam nuk e largoi këtë të ri, e ftoi pranë vetes dhe filloi të flasë me argumente që e bënin atë të meditonin rreth gabimit, rreth gjunam se sa i madh ishte ky. Më pas ai u lut, ja vendosi dorën në zemër dhe i tha: "O Zoti im, pastroja zemrën këtij të riu, o Zoti im, udhzoja atë për tek e drejta dhe bëj atë njeri të ndershëm." Pra gjëja e parë që duhet bëjmë për trit është që të ulemi dhe të flasim me ta, që t'ua shpjegojmë se çfarë dëmi sjell për botën e tij shpirtërore, për shoqërinë, ai gabim që ai ri mund të bëjë. E dyta është që ta shkëpusim nga rrethi shoqëror nëse ky rreth shoqëror e shtyn tek gabimi. Është shumë e rëndësishme sepse një pjesë e mirë të rive i marrin veset, huqet dhe gabimet në sajt të shokëve të këqij që ata bëjnë, në sajt të ambientit të keq shoqëror që ata i përkasin. Në këtë aspekt profeti Muhammed na ka thënë dhe na ka treguar që shokët duhet i zgjedhim me kujdes. Ai thotë që njeriu është në fenë e shokut të tij, prandaj zgjedhini me kujdes shokun tuaj. Pra nëse në rrethin e tij shoqëror ka njerëz të cilët mund të konsumojnë alkoolin, mund të konsumojnë droga të ndryshme, mund të konsumojnë substanca të ndryshme, atëherë duhet që këtë të ri ta largojmë nga ai ambient shoqëror. E treta është që t'u flasim për shembuj pozitiv që ka gjatë historisë islame. Ne kemi shumë shembuj të rish, të cilët e kanë transformuar jetën e tyre, të cilët janë larguar nga veset e këqija, të cilët janë kthyer në shembuj pozitiv dhe mësues për të gjithë njerëzimin. Dhe fundit, besoj dhe jo për nga rëndësia, por është që ne të rive do të flasim për mëshirën e Zotit. Se sa i mëshirshëm është ai, se sa i pëlqen ai pendesën, se si Allahu Dhu Xhelal gëzohet kur të rit e kuptojnë gabimin, kthehen tek ai dhe kërkojnë falje. Ka një koncept të gabuar faktikisht në lidhje me kohën e pendimit. Dikush thotë disi është puna kur të lakesh pendohu një herë mirë, shijoje jetën sa je i ri e kështu me radhë. Kurse ne themi kundërta. Më mirë nisi qysh në rini mirë, edhe nëse gabon pendohu, sepse i madhi Zot na njoftoi nëpërmjet pejgamberit alayhis salam, 7 kategori njerëzish do të jenë në hijen e arshit të Zotit. Një nga këto kategori thotë djaloshi i ri ose vajza e re e cila e ka nisur me adhurimin e Zotit qysh në rini. Pra një rini me raportet mira me Zotin, një rini e cila e ka ndjeshmërinë, reflektimin, pendesën është shumë më mirë sa një rini tjetër e cila mendon se do të pendohet kur të plaket. Po
Mund ndodhe që njeriu edhe mos të plaket fare, sepse jeta e njeriut nuk është në dorën e njeriu. Kështu që ajo që ne i sugjerojmë të rinjt është që të pendohen, sepse një rini në rrugën e Zotit e penduar është shumë më e mirë për veten, për familjen, për shoqërinë, për vendin e kështu me radhë. Dera e pendesës nuk mbyllet kurrë për ata që kërkojnë të rikthehen në rrugën e drejtë. Ky udhëtim nuk është vetëm një kapitull i shkëputur, por një ritëm i vazhdueshëm i jetës së një muslimani. Pendimi është më shumë se një fjalë, është një shpresë, një ringjallje e shpirtit dhe një dëshmi e pafundë e dashurisë dhe mëshirës së Allahut ndaj nesh.